hallet e shtëpisë ne shqiptarët në Shqipëri i çojmë ke puna. Sepse konfidenca me ne jemi shqiptarë, e kemi atë energji, komunikime me një tjetrin që në një farë aspekti është shumë pozitive, se është tip psikoterapie që shkarkojmë streset tona. Nësa këtu mu dasht kohë me mësu që këtu edhe kur thot mirëmëngjes edhe si je, përgjigja është standarde, jam shumë mirë. Këta nuk duan t'ja dinë se çfarë hallesh ke ti në shtëpi. Kur shkon në punë, duhet punosh tërësisht. Pastaj unë kam mësuar edhe tjetër, e kam patur në faktikisht që Shqipëri që punën mos e sill në shtëpi. Asnjëherë. Në momentin që unë e le zyrën e punës dhe dal, unë e stakoj në kuptimin që merrem me veten time sepse njeriu ka nevojë që të rimarrë energjinë për të vazhduar se puna shumë e lodhshme.